Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut sqaron dasitë e krijuara me kandidatin e vet për kryetar të komunës së Tetovës, Bilal Kasamin. Histria Mickovski tha se pas takimit pret që Kasami të jap deklarata si një kryetar i një Tetove multietnike. Da, ja se sretna со bio Kasami, razgovaravме и мислам дека он веќе почна да ги испраќа оние вистински изјави кои што треба да прилегаат на еден градоначелник на мултиетничко Тетово. Po jam takuar me Bilal Kasami, kemi biseduar dhe mendoj se ai tashmë ka filluar t'i dërgoj ato deklarata të vërteta që duhet t'i plotësoj një kryetar i një Tetove multietnike, tha mes të tjerash Mickovski. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut ka hedhur poshtë të gjitha shkrimet nëpër portale për gjoja koalicion me Ramiz Merkon nga BDI. Sipas tij, këto publikime po bëhen pasi qendra të caktuara janë të zhgënjyera që Merko nuk i ka dhënë mbështetjen PD-s në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Struk. Lideri i Aleancës për shqiptarët Arben Taravari është i mendimit se infiltrimi i botës serbe në Maqedoninë e Veriut është i pakontestueshëm. Në intervistë televizive ai deklaroi se ky fenomen është i dokumentuar dhe në raporte zyrtare të Bashkimit Evropian. Ndodh që një person nga Republika Srpska, që është në listën e zezë amerikane, të vinë në qendër të Shkupit dhe aty të pritet nga kryeministri dhe eksponentë të tjerë të qeverisë. Raste të tilla janë të shumta dhe përmes tyre shihet qartë ndikimi serb në Maqedoninë e Veriut, deklaroi Taravari. Sipas tij, Serbia ka ndikim dhe në Kosovë, posaçërisht tek partitë që përfaqësojnë komunitetin serb, i cili nuk përbën më shumë se 4 deri në 5% të popullatës atje. Sa i përket pyetjes se kush qëndron pas Serbisë, është e qartë se pas Aleksandar Miloševićit qëndron Rusia, deklaroi Arben Taravari. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Reforma zgjedhore dhe reforma territoriale bashkon në Shqipëri votat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Në seancën e Kuvendit, deputetët vendosën me shumicë votash ngritjen e 2 komisioneve. Ato do të kenë numër të barabartë antarësh dhe do të bashkëdrejtohen nga 2 kryetar. Deputetët votuan me 113 vota pro, 3 kundër dhe asnjë abstenim për zgjedhore, ndërsa për territorialen votuan 115 pro, 3 kundër dhe 0 abstenim. Kundër ishin Agron Shiaj, Rail Kabri si dhe Redi Muçi. Partia Socialiste në Shqipëri është e hapur dhe për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Zëvendës kryetari i komisionit posaçëm për çështje ligjore dhe administratën publike, Damian Gjiknuri, pas ngritjes së komisionit posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore, pranoi se çdo gjë është në tavolinë. Çdo gjë është në tavolinë. Ne edhe herën e fundit e ndryshuam sistemin zgjedhor bazuar në kryesisht në kërkesat e Partisë Demokratike, sepse dhe ndryshimi i formulimit apo i përbërjes së listës zgjedhore me një pjesë të mbyllur dhe një pjesë të hapur është pjesë e sistemit zgjedhor. Sipas Gjiknurit, rishikimi i sistemit zgjedhor do të duhet të përkojë edhe me rishikimin e hartës territoriale të vendit. Ne jemi të hapur për të gjykuar çfarë do të jetë varianti më i mirë dhe kjo mbase lidhet në çik dhe me reformën territoriale, nëse do të ketë Shqipëria një ndarje tjetër politike administrative. Kjo gjë mbetet për të parë dhe natyrshëm sistemi zgjedhor do të reflektojë atë ndarje. Gjiknuri komenton se nëse ka konsensus, reforma zgjedhore mund të arrihet dhe më shpejt se afati 9 mujor i punës komisionit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sqaroi votën pro të demokratëve për reformën zgjedhore dhe për reformën administrativo-territoriale. Nga salla e Kuvendit, ai vlerësoi raportin OSBE Odirit për zgjedhjet. OSBE Odir ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe në raportin e fundit damkosin në mënyrë përfundimtare si një farsë e shëmtuar zgjedhore zgjedhjet e 11 majit. Në këtë kontekst, ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj, ndonse deklarojmë se në mënyrë absolute me Edi Ramën shqiptarët nuk do votojnë kurrë si qytetarë të lirë. Krahasaj Berisha nënvizon se reforma territoriale ishte një antireform në të cilën u vendosën standardet e pavarësisë maksimale. Mjafton të rikujtoj këtu se qarku i Gjirokastës me 120.000 banor ka 7 njësi, qarku i Tiranës me mbi 1 milion banor ka 4 njësi. Sigurisht që ne do bëjmë gjithçka që këto padrejtësi maksimale të largohen, të anullohen. Dhe kjo në ndihmën e Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Europës. Sipas Berishës, është vendimi i qytetarëve që ai tu rikthej votën shqiptarëve.
Shoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.